jam gazem, nëse jam të e thonë veç unë që do, ju lutëm thuni veç të e kishit problem, s'po t'ja kanë të tjere problem. Zotëri Orlović tha që këtu është Kurti Lend, kështu që Zotëri Orlović, Mitrovica e Veriut, ku jetojmë unë edhe ti e bashkë çka jemi nga Call, në Republikën e Kosovës, është tokë e jotja e jemja e secilit qytetar që jeton këto. Po të ishte shtet policor që shëceket më herët, ose qytet policor si që shëceket, protestat të cilit i keni bo në mandatin e kaluar, asnjëherë se kemi bo të bo protesta në mandatet prej vitit 2013 që është themelu kjo komunë. Kjo do të thëtë që në Mitrovicën e Veriut mund të protestohet, kushdo që del, proteston, e cënon të tjetër, i afrohet afër, dënohet, jo veç ti, po secili qytetar i Mitrovicës Veriut edhe jo vetëm, po edhe në gjitha qytetet tjera. Kështu që unë besoj dhe po e shoh që nga viti 2022 unë te e bashkarisht serb, shqiptar e bosnjak jetojmë shumë aleshëm, jetojmë pa traumat e fëmijëve tonë, pra prej alarmave që na janë shumë 5 mëngjesit. Prej vitit 2023 deri më tani absolutisht nuk ka as diçka më të madhe ku fëmijët tonë rritën leshëm pa traumat që i kanë pasur më herët. Faleminderit shumë. Иване, извини, познавайся, ты имаш отговорност за ову седмицу. Ти имаш отговорност за ову седмицу. Ја не могу да представам на едну скупштину која назива полицију орган, како ја рекол мало према која неću da pomenem imето. Он nije preživio policijsku državu. Ne znam. Daj mi jedan primjer gde nije procesuiran neki izolovani slučaj od strane policije. Sve su procesuirani. Svaki, izvini, ovo je preko... Ja vas samo molim. Kad dobiješ već, mora se javiš. Ali, a ne dareš. Niko vas nije spomenuo. A on ima pravo. A neće niko tebe da sluša. Ni ja neću njega. Ajmo, dobro. Ni ja neću njega. Izvolite, Ivana. Dobar dan, poštovani predsjedavajući. A ko ste vi da to kažete? A ja sam odbornik. Ovdje, sem vas ima još 14 odbornika. Siniša, ja vas molim da se svi smirite. I molim vas da se ozbiljite. Sem vas postoji 14 odbornika. Dobili ste pravo da kažete šta želite da kažete. Niko vas nije spomenuo ni jednog trenutka. Ono što pojedini odbornici misli i kažu...